Trajnimi ishte super, mbi pritshmëritë e mia. S'ka se si të ndodhi ndryshe që mos t'ishte kaq perfekte çdo gjë. Pra marrë për këtë organizim, meditim, yoga, trajnim, kënaqësi, ecje në mal, gjitha ishin shumë të bukura. Atëherë trajnimi ishte me vërtet fantastik, doli jashtë pritshmërive dhe ishte me vërtet relaksues dhe mund të shpërgjigje dhe çdo gjë që ti ke nevojë në atë momente. Për mua ishte një eksperiencë e re, hera ime e parë dhe për mua ishte diçka fantastike. Nuk e prisja kështu, po ishte diçka vërtet e mrekullueshme. E gjithë udhëtimi ishte fantastik, momenti më i bukur është trajnimi me Ermalin. Eksperienca ishte vërtet e paharrueshme, ju sugjeroj ta provoni që të gjithë. Varietet, diversitet edhe njerëz shumë të mirë që ishin pjesë e trajnimit. Është diçka po harrueshme, sidomos shumë bresa nga pjesa e trajnimit, që përjetova shumë emocione që si kisha përjetuar ndonjëherë më parë. Është hera e tretë që marrim pjesë, çdo gjë është e mrekullueshme. Faleminderit ju, gjithë staf. Ishte eksperiencë shumë e mirë, njoha shumë njerëz nga bizneset, miq të tjerë. Kishte hiking, kishte trajnimin, kishte jogën, kishte të gjitha brenda dhe besoj se të gjithë si unë janë plotësuar nga të gjitha anët. Ishte diçka e veçantë. Do të rekomendoja për çdo njeri që kërkon të eksplorojë veten dhe kërkon oportunitete të reja dhe të gjejë suksesin e tyre individual. Kjo ishte herë e parë për mua që mora pjesë në këtë event. Ishte një eksperiencë shumë e bukur, këtu njoha shumë njerëz nga të gjitha fushat, profesione të ndryshme, krijova shoqëri. Gjithçka ishte mrekullueshme. Besoj që do jemi prapë vitin tjetër do kemi edhe bashkëshortën time me vete, se këtë radhë isha vetëm. Super eksperiencë magjike.